vetëm zgjedhjet parakohshme. Kjo është kërkesa jonë. 12 ditë nga humbja e thellë e zgjedhjeve, Sali Berisha nuk e ka ndërmend skenarin e dorëheqjes nga drejtimi i Partisë Demokratike. Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Por humbjen përgjithësi nuk e sheh as tek veti as tek ekipi që drejtoi në 12 qarqe. Farsa nuk fitohet nga opozita. Çfarë do që të bëjë opozita? Krahas Edi Ramës, të cilin e akuzon se 28 deputet i nxorrin nga ndikimi i krimit, fajtorin e humbjes së thellë të tij, e sheh edhe tek forcat e reja opozitare, të cilat morën 4 deputet në kuvend. Përveç Alin Qori që ka spektrin e qartë, të tjerët morën deputet sa Tom Doshi. 3 deputet Tom Doshi, 3 deputet këta. E çfarë shërbëj kjo? Nuk shërbëj kjo për të heqë opozicë të paktën 8 deputet? Se nuk do të njohë zgjedhjet e ka të qartë, por kur pyetet nëse në parlamentin e ri do të pranoj 50 mandatet e fituara dhe bashkë me të tij do të ulet në kuvend në shtator, Berisha ende ka dilema. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, atë vendosin forumet. Vetmja dilemë që nuk ka është që kur të kthehet KTT Inte, bashkë me deputetët aktual, nuk do të lejojë seancë të qetë. Qëndres. Për të vërtetuar farsën zgjedhore sipas tij, në këtë konferencë të radhës, Berisha nuk solli fakte dhe pretendime të reja. Denoncimin e fundit vetëm nga ekrani për fenomenin e trenit bullgar në Pelish të Peshinit, policisë ju desh vetëm 24 orë për ta rrëzuar, duke thënë se fletët e votimit nuk ishin reale, por të falsifikuara. Kriminali